prej fëmijë, gra, burra, pleq. Ata janë djemë tonë, ata kanë ra për lirin tonë, edhe ata janë njerëz që janë të bërë betejën për të vërtetën tonë. Ata kanë shtëru vendin, nuk kanë luftu kundër minoriteteve apo kundër një shteti tjetër, kanë luftu për vend vetë. Shqipni e na nja, nuk e na veç shqipëfalc, e na shqiptarë. Lufta shqiptare ka qenë në fundi i dhunës, i vujtjeve, i përsekutimeve, i gjenocidit të zhvilluar nga hegemonizmi serboslav mbi popullatën shqiptare. Ushtria e shqiptarë është e pastër si loti. Sot në Tiranë do të mbahet protestë për ish-krerët e UÇK-s që tani gjenden në Hagë. Do t'i pyesim qytetarët, po ashtu edhe të Kosovës, po ashtu edhe qytetarët e Shqipërisë, se çfarë mendojnë për këtë protestë, sa do të ndikojë kjo protestë në lirinë e ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Çfarë mendimi keni për protestën që po zhvillohet tani? Kjo protestë është mojt për respekt për çlirimtarët, domethënë për krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, njëkohësisht pas një përkraje të gjithë kombit shqiptar. Kjo protestë kuptohet gjykata ndërkombëtare e Hagës, përkatësisht gjykata speciale, po shteponi padrejti shumë të madhe me krerët e ushtrisë. Po çfarë emocioni është sot me protestu këto? Sigurisht emocionet janë të përzine, pak mirë, po na jemi krenor se çdo herë do të jemi pranë tyre. Po për ndryshe i përngjani edhe shumë Adem Jasharit, e kemi pas edhe si pyetje edhe më herët për juve, a ju shikojnë njerëz kështu me mallëngjim sot apo e vrini atë emocion? Po, faleminderit për respektin, po është vërtet që ku ka marrë këto, kanë bërë foto njerëzit. Po. Kjo është madhështore. Apo mendoni që kjo protestë ka me ndiku në lirimin e ish-krerëve të UÇK-s? Sa do të ndikojë në procesin gjyqësor, ne nuk mund ta dimë mirë, po besoj se do të ndikojë sadopak. Me rëndësi është mi tregu gjykatës ndërkombëtare të Hagës se populli shqiptar gjithmonë ka bërë luftra çlirimtare. Dhe nëse i dojnë kriminalët, ata e kanë në Serbi. Pse janë të mbledh krejt shqiptarët sot? Po, si se ndjeni? Mbledhen për mbështetur Ushtrinë Nacionale Çlirimtare të UÇK-s Kosovë. Çka mendoni për ish-krerët e UÇK-s që janë Hagë? Mendoj se është e padrejtë që janë aty, sepse duhet që
Çka Është e padrejtë momentin. Është shumë e padrejtë, është shumë e padrejtë dhe nuk duhet të ishin brenda. Kjo është mendimi im. E çfarë mendimi keni për Hashim Thaçin, Kadri Veselin? Për Hashim Thaçin unë e di që janë kanë Kryeministër, presidenti i Kosovës dhe është njëri i drejtë, njëri që rrin burg me padrejtë, ta më marrën. A keni me protestu sot? Patjetër se po. Faleminderit shumë për juve, edhe shpresojmë që jo vetëm kjo protest, po të bashkohemi edhe në ditë mira bashkë Kosovë-Shqipëni. Besoj se po. Kena qenë dhe do jem gjithmonë bashkuar. Edhe pse kena qenë të ndarë, por ne të bashkuar kemi qenë gjithmonë dhe do jemi. UÇK, përshëndetje për juve. Përshëndetje. Çka po mendoni për protestën sot në Tiranë? Mendoj se është shumë e qëllume, është një veprim që e përcjell një mesazh që kombi shqiptar është i bashkë, meqenëse se Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë, Shqipëria është nëna jonë si shtet, edhe po ashtu është një përkohje morale edhe ndaj lirëbërzve, lirimtarëve, shtet formuesve të Kosovës, të cilët padrejtisht pëmbohen në Hagë. Apo mendoni që kjo protestë ka me ndiku në lirinë e tyre? Besujem shumë që duhet me përcjell një mesazh të paktën moral edhe të ata të cilët përgjykojnë padrejtisht që vendimi përfundimtar të jetë ai i cili është real, të cilin na e besojmë, të cilin në fakt është ashtu që është pastërtia e tyre dhe pastërtia e luftës së ushtrisë kombëtare të Kosovës. Po çfarë ndjesi është për juve si qytetar me dalë sot me protestu për lirinë e tyre? Është akt kombëtar, është akt patriotik, është akt më i vogël që na mundën me bëu për ata që ditë më vështira lirinë e tyre, edhe familjeve të tyre, edhe të ardhmen e tyre, edhe mundjen e tyre dhe sakrificën e tyre kanë bëu që Kosova me konë e lirë, me konë shtet i pavarur edhe sovran. Po për ata që sot nuk janë munduar të paktën një status me shkruar për këtë protestë, çfarë ju kishit thonë? Duhet mi dallu në dy grupe, sepse ka qytetarë që ndoshta me dëshirë kishin pas qejf me marr pjesë, po nuk i kanë pas mundësi qoftë financiare, qoftë shëndetësore apo për kohën, po edhe ka të tillë të cilët i kanë gjitha mundësitë, por dojnë bindje ndryshme. Mendoj që kanë herë ndaj me heshtje është përgjigjja më e mirë, po sidomos për ata të cilët janë bash të institucioneve e që nuk i bashkuan këtij organizimi, këtij mobilizimi, kësaj thirrje turp. Në vend se të shkojnë kriminalet sërbë në përborgje, shkojnë adhëtarët edhe çlirimtarët. Çlirimtarët nuk duhen të jenë atje duhet me qenë kriminalet, të cilët kanë bërë krime, kanë prej fëmijë, gra, burra, pleq. Asi, ushtria çlirimtare është e pastër si loti. Nuk ka ushtri më të pastër në botë. Edhe ato ushtrit më të mëdha në botë që janë asi ushtria çlirimtare është më e pastra që ekziston në botë, rrugën toksore. S'ka ushtri më të pastër. Po çka po mendoni për personat që nuk ju bashkohen protestave këto për ish-krerët e ushtrisë? Ata vajtojnë për kumbarët e vetë në Serbi. Ata që nuk bashkohen janë vajtojnë për armiqtë tonë, që kemi për zonë. Çfarë mendoni për protestën që po zhvillohet sot në Tiranë? Protesta e sot në Tiranë është një mesazh i fuqishëm që krerët e luftës, duke njës nga Hashim Thaçi dhe me i vogël, që është ati, janë njerëz që të kenë gabuar, edhe nuk është një gjykim i drejtë. Andaj, ne me gjatë të drejtë, kemë drejtë protestojmë për një instancët më të larta, që këta njerëz mos të mohon peng për të liruhen, se ushtria shqiptare e Kosovës ka zhvilluar një luftë të drejtë, të nevojshme. Nuk e pas nevojë për luftë, por na kanë punu lufta, edhe lufta shqiptare ka qenë në fundi i dhunës, i vujtjeve, i përsekutimeve, i gjenocidit të zhvilluar nga hegemonizmi serboslav mbi popullatën shqiptare. Andaj na me këtë protestë dhe protestat e kaluara siç ishte në Hagë dhe në Prishtinë, vëmë një mesazh që drejtësia ndërkombëtare të ketë parasysh që populli shqiptar nuk është kriminal, as genocidial, po janë serbët ata që kanë bërë genocide, krime, kurse liderët tonë dhe përfaqësuesit tonë të luftës, po edhe të pas luftës, janë të pastër, edhe ushtria shqiptare e Kosovës është të pastër si lutë. Po çka mendoni për personat që nuk po marrin pjesë në protesta për ish-krerët e UÇK-s? Ata persona që nuk marrin pjesë, nëse ata kanë ne kanë që s'ka marrë pjesë, nuk mund të jam kur gjë për atë punë. Secili ka të drejtën e vet.
cili e ka të drejtën e vet. Po ju shohim me një numër të madh që keni ardhur sot në protestë. Sa është e vështirë me u organizu prej Kosovës për me ardhur në Tiranë? Kur kem parasysh për çka jemi ardhur në Tiranë, në kosta pak e ranë asasinaja, e me vullnetin më të mirë të moshëm të plot. Gjithë, ne duhet krerët e luftës, organizota veteranët e luftës të UÇK-s, qendra në Prishtinë, dekët e saj nëpër Kosovë, kemë bërë këtë organizim, falë edhe mbështetje se popullit shihet që ka edhe njerëz tjerë dhe ushtria shqiptare ka qenë bërimi i popullit. Edhe prapë ka me qenën ai populli që ka me mbajtur, ka me nderu ushtrinë shqiptare të Kosovës. Po, sa i përket organizimit të protestës, ç'u ndjat kur e kuptuat për këtë organizim sot në Tiranë? Shumë mirë, shumë mirë. Jena në kryeqytetin e gjithë shqiptarëve. Dorë Zoti që një ditë jetë edhe pa këtu pengesat e vogla, për neve është kënaqësi që na ka dhënë mundësia të protestojmë edhe në Tiranë, por do të protestojmë kudo që është e nevojshme të protestojmë. Nuk është e vështirë për neve. Është emocion sa i dhemshëm, qaq edhe krenar. Krenar për një të kaluar tyre, që kanë bërë dhe që po zhvillojnë betejën e fundit për drejtësinë edhe për vërtetën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe emocion i dhambjes natyrisht për atë kohën që përvujnë atje. Po për personat që nuk kanë marrë pjesë në protesta dhe pse ndoshta i kanë pasur mundësi, çfarë mendimi keni? Nuk mund të flas në tyne, po megjithatë do të ishte mirë të marrin pjesë sa më shumë, jo vetëm për Kosovës, për gjitha trojeve shqiptare etnike. Përmes kësaj proteste mund të marrë edhe një mesazh që ata janë djemë tonë, ata kanë ra për lirinë tonë, edhe ata janë njerëz që janë të bërë betejën për të vërtetën tonë. A jeni lodh, si keni kalu? Do pyetja unë apo? Hajde, dine. Unë jam Antigona, gazetare televizionit Harperia. Çfarë mendimi keni sot për protestën që ka zhvilluar në Tiranë? Se mos më ngut? A ke ardhur për protestë? E çfarë mendimi ke? Pozitiv. Çfarë emocioni është me protestu sot? Apo mendon që kjo protestë ka me ndiku për ish-krerët e UÇK-s në lirimin e tyre? Po për organizimin që është mbaj në Tiranë protesta, ç'është ju bani mundi? Çfarë emocioni është me protestu sot për ish-krerët e UÇK-s? Në i farë emocionit dhe unë jam safe të që jam të orë, tash jam rrit me një frymë që e di që ka dë janë si krerë kryesor, njënë se është imnot si shpollin e pavarësisë Kosovës, kryusi ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe mendoj që është e padrejtë që edhe mojt një farë si burge për çështje liri ose për diçka, edhe kem dojtë pak që me ditë. Se që je rrit me një frymë që të kanë mësu me do ashtë atë dhejo? Me do ashtë atë dhejo, një vetëmi simbol që e ke në ushë kjo ushtria qërimtore e Kosovës, me qëtë frymë jam rrit me qëtë simbol, që që... E çka të kanë thonë ma shumë në familja për atë dhejo, na i fjallë që të kanë me të në kry? Po në i sen se di, po di shka me të cejk veç, po të me do ashtë atë dhejo në shumë, por qëta kanë luftu që na me post tjeri, me dollë. Po sot protesta që është organizu në Tiranë, çfarë mendimi keni për protestë? S'po di, Kosovë Shqipni jena njënë që s'po në i sen që... A është ndoshta edhe një mesazh fuqizues? Dhe ta dim paka shumë, ketë, karerët shka janë, deputet, kryeministri, dhe ta dim që s'ko Kosovë se Kosovë Shqipni jena një, nuk jena vetë Shqipëlës, jena Shqiptorë, s'po di në i sen. Për persona që nuk e përkrajnë ndoshta protestën, çka keni më thonë? A jena live? Nuk jemi live. S'po fuli ma saksisht, që? Okej, po ju çfarë mendimi keni? Të shënjë edhe vetë, është të njëjtë mendim. Mendoj që krerët e UÇK-s janë të najtë pa drejtësisht në hogë. Protesta sot besoj që do të me përcjell mesazh për anën e bombrutës, kush e një këtë gjykot dhe kush është e këtë gjykot që është pa drejtësisht, nuk janë të gjyku në emër të popullit. Populli nuk e thot ato që janë të dish me morë vendim gjykota, është drejtësisht një vendim tjetër.
ne vendimin e kemi që të janë krerët sa më shpejt në vendet e tjera. Është vërtet është një shenjë mbështetje, respekti, po ashtu edhe njëre prej protestat që jam një mesazh dhe i lidh disa prej shtetën, këtë rast Kosovën dhe Shqipërinë, që tregon që edhe në Shqipëri, edhe në Hag e në Prishtinë ka njëjtin qëllim dhe kjo tregon më seriozitetin e çështës tonë si popull ndaj atyre që ndodhen fatkeqësisht në Hag. E pavarësisht kësaj, dhe pavarësisht politikës dhe qëndrimit që mund të kenë liderët, çdo subjekt politik apo nivel institucional, është shumë e rëndësishme që qytetarët e Republikës Kosovës, atë të Shqipërisë, e të gjitha shqiptarët të gjithë botën, ka një qëllim që të lirohen nga kjo ndjekje penale pa drejt ndaj atyre që kanë vëllëhequr dhe që kanë kryer ushtri shqiptar të Kosovës. Kjo protest një mas pari jep jehon atyne udhëhecëve tanë që gjenden padrejtisht në Hag, të cilët i përkrahemi me që protest shumë madhështore që besoj që do të jetë një mesazh shumë i qartë dhe shumë i mirë për ata që të lirohen sa më parë nga burgjit që janë padrejtisht të mbajtur. Po, çfarë emocioni është me protestuesat? Emocion shumë i veçantë, që s'më me përshkruaj. Keni qenë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës? Po. A ju kthen kohë kjo protestë? Shumë. Do me thonë, përveç në një fejes që e kena madhështore që i mbajme e veshëm uniforme në qykës, edhe sot për këtë ditë. Edhe sot për këtë ditë. Çka ju kujtohet më shumë prej përjetimeve këtu sot? Nuk e di çka tham, është një mesazh i mirë, një kujtesë e mirë që edhe Tirana i ka hap dyert, Shqipëria i ka hap dyert për me zhvillu këtë protestë për udhëhecësit tanë që gjenden atje pafajsisht. Edhe emocionet pa përshkruame, s'di çka tham atutje. Edhe në krahun tim të majt e kam po ashtu edhe një Mitat Halitin, kam derën me pas një intervistë. Çfarë emocioni është me protestuesat? Emocioni është, nuk është emocion, kënaqur është me si mbledhshëm, po municione këboll, të në po padrejtisht, që 25 vjet të në po padrejtisht. Ata që kanë shkuar kanë udhëhequr luftën, fol luftës tyve, gjakëve, të shmorëve, veteranëve, të invalidëve, sot Kosova e gëzon lirinë së bashku me Shqipërinë. Po, a ju kujtohen diçka prej përjetimeve tuaja sot këtë? Po, na kujtohen shumë. Çka Po ju kujtohet? tash atëherë jemi kohë më të bashkuar, jemi kohë më të fortë, sot jemi më të përçam. Po çfarë mendimi keni për protestën? Protesta ka me shku mirë, krejt, ai popull që ka me konë gjithë Shqiptaria këtu. A ka me ndiku kjo në lirinë e ish-krerëve të qytetit? Po qofse nuk ndikon, Evropa ka me pas problem. Ka me pas probleme pa drejtësinë që na i bën. Po për persona që nuk e përkrojnë protestën, çfarë ju kisha Nuk thënë? ka, ata atë mshifën, se edhe ata përkrojnë, ishte me zemë përkrojnë, po mshifën pak atë dhe me Krejt e përkrojnë protestën. Ju tregoj shikuesve tanë që personi këtut ma adhuroj flamurin palë, veç se jemi duke kontribu për protest, edhe për me na nderu që jemi qytetarë të Kosovës, edhe mbrapa kamerës, se po ka emocione ndoshta për me folë kamerë, mbrapa kamerës më tha që jemi gjithë një, edhe që do të kontriboj gjithmonë për shqiptarët e Kosovës. Faleminderit shumë për flamurin, e mbaj me krenari, shumë faleminderit. Çfarë mendimi keni për protestën që po zhvillohet në Tiranë? Protesta shumë me vend, sepse po mbahen padrejtësisht liderët tanë. Kjo është... Ata kanë shliru vendin, nuk kanë luftu kundër minoriteteve, apo kundër një shteti tjetër, kanë luftu për vend vetë. Kjo është e tëra. Ja vlen me protestu gjithë shqiptarët, kudo që janë. Po çfarë emocioni ki sot që ke dalë me protestu? Emocion nuk e di, vem pak zemërthyme, sepse nuk kanë dalë mjaftueshëm që shko menu. Nuk e di.
Apo mendoni që kjo protestë ka me ndiku për lirinë e ish-krerëve të UÇK-s? Mendoj që ka me ndiku, por edhe shpresoj se së shpejti do të kthehen në vendin e vet. E meritojnë lirinë. Po prej cilit vend sot keni ardhur? Ka marrë prej Deçanit. Prej Deçanit. Për ndryshe jam edhe motër dëshmori. Dhe asnjë luftëtar ushtrisë lirëtare të Kosovës nuk ka luftu, nuk ka bo krime, kjo. Këto janë krejt gënjeshtrat serbëve edhe aty në Shqip folsve, se janë bashkëpunëtor tyne. Asi ushtari UÇK-s nuk ka luftu pa dignitet, jashtë moralit, apo jashtë rregullave, edhe pse një pjesë e ushtarëve në konë shumë të ri, si ndoshta s'kan ditë as armë me mbrojt, po qaq shumë janë konë plak për vend vetë, sa që 16 vjeç, 15 vjeç i kanë ka pushkë me Po, nëse vllajët kish me qenë sot këto në këtë protestë, ato çka kish thonë? Nuk e di, ai vllai jam e di që edhe ai kish prit këtë protestë me lot si kuna. Unë vjen shumë ronë për disa që janë në përburgjet shumë pafajshëm. Po, kjo protestë apo ju sill ndonjë moment, apo ju kujtohet ndonjë moment me vllahun? Po qërë se më kujtohen, shumë momente më kujtohen. Më kujtohet edhe dita kur është vra. Se nuk e di që shkemi pështu se jemi konë komplet familja të rrethum. I kam edhe një vllat plagosun, 4 herë ka qenë njësi speciale Shqiponia të Zeza. Babgjyshin tem, Qel Sadikin edhe ato e kam pas në Goljetak në Burg. Mas 6 viteve ka ndru jetë. E vllai jam që është vra e ka paralizu emrin e babgjyshit, Qel Sadikit, Qela, vllavë që u vra, për atë vend, për atë liri të Kosovës. Unë shpresoj shumë që kjo protestë ka më konë zaj i gjithë qytetarëve të Kosovës, edhe faleminderit edhe juve që keni dalë me protestu. Presoj, më nderë qofshi, uroj liri për të gjithë lirimtarët ku të që janë. Protestë do të marrë qëndrime dhe të marrë zhvendime. Në rastin e sotëm, ne duhet të majmë qëndrim ndaj padrejtisë, ndaj tradhtisë, ndaj mizorisë në Hag, që kuptim ka udhëheqësit e luftës lirimtare në Hag, në Qeli, dhe ne s'kemi liri. Ato në sollën lirin, ne simi të Zot që të sigurojmë lirinë atyre. Po prej cilit vend ju kemi? Unë jam nga Martaneshi i Shqiptarisë, sepse krejt Shqiptari është. Diku ishte vendi i lavdisë e i madhështisë. Sot i ka humbur të gjitha vlerat dhe ne vlerat i gjejmë vetëm në Kosovë, në Prekaz. Unë kam 2 vendlindje. Vendlindjen fizike Martaneshi dhe vendlindja ime shpirtërore është Prekaz. UÇK!